Trajneri Luciano Spalletti ka lavdëruar shumë sulmuesin Edon Zhegrova duke deklaruar se së shpejti ylli i Kosovës do të jetë në top form. Zhegrova hyri si zëvendësues sërish të zonja e vjetër këtë herë në barazimin pa gola ndaj Torinos ku dha paraqitje pozitive pavarësisht se nuk i gjeti rrugën e rrjetës. Spalletti pas ndeshjes deklaroi se Zhegrova është i mençur dhe bardhëzinë duhet të përfitojnë nga aftësitë e tij, nuk do të duhet shumë kohë që ta kemi në formën më të mirë. Djaloshi është i mençur, por sigurisht duhet të dim ta përdorim. Ai mund të jetë një armë më shumë për ne sepse ka atë çmendurin për të provuar gjëra që ndoshta as vet nuk e di se si i bën. Së bashku me Yildiz le të themi se kemi disa municione në atë zonë të fushës. Mund të luajmë me 2 sulmues dhe ta provojmë këtë skem. Openda është një sulmues i parë ose i dytë, kështu që është e realizueshme. Mund të luajmë edhe me një formacion 4-3-3, deklaroi trajneri italian, ndërkohë Zhegrova tani do të udhëtojë për në Kosovë meqense është ftuar nga Franco Foda për 2 ndeshjet e muajit nëntor ndaj Slovenisë dhe Zvicrës.